Përshëndetje të nderuar. Sot do të mundohem me e shpjegue termin lindja e mesme e re. Çfarë nënkupton lindja e mesme e re, ku e ka gjenezën, perspektivat, shkaqet, pasojat, mundësit dhe natyrisht nëse realizohet çfarë forme do të jetë kjo lindje e mesme e re siç po thuhet. Por që në start ju bëj me dije se kur nuk mundet me pas lindje të mesme të re pa u marrë në konsiderat edhe atë shumë thellë roli dhe pozita e Iranit. Dua të them, për me kuptue lindjen e mesme, të cilën e kam quajtur dhe jo vetëm une, kërthiza e botës, duhet të kuptohet saksisht në qatë kërthizën e botës, ajo që quhet bebza e syrit të asaj kërthizët të botës. Bebza e syrit të kërthizës e botës, të lindjes së mesme, është Irani. Dhe unë jo rastësisht, disa herë e kam përsërit atë fjalin, ndoshta në formë refreni, se Irani është shteti i cili përcakton dhe imponon, mbase edhe dikton dinamikat dhe zhvillimet në lindjen e mesme. Pa Iranin, lindja e mesme nuk do të ishte kjo që është. Pa Iranin, lindja e mesme nuk do të kishte atë akustikën, atë emrin e madh për gjatë zhvillimit historik që nga kohët e lashta, kur perandërit dhe civilizimet ndroheshin her pas here, dhe lindja e mesme nuk mund të ndryshoj në asnjë formë pa u marrë në konsiderat kjo Irani. Për shumë arsye, dhe cilat janë ato, do t'i shpjegoj në minutat në vazhdim. Po e nisi prej tashi. Po shihet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Donald Trump në krye janë duke u përqendruar në frontet evropiane, një, fronti rus, dë, dhe nga larg dhe përreth janë duke e monitoruar shumë me vigjilencë ngritjen dhe zhvillimet e gjithëmbarshme të Kinës. Kjo është roli i shëbave tani për tani. Çfarë ndëlidhje ka kjo me fjali tani me lindjen e mesme? Po, ka. Izraeli është krahu i djathtë i shëbave që po lufton në frontet evropiane, ruse dhe po e monitoron Kinën. Izraeli është dora e djathtë e kësaj Amerike, e cila po ndërmer detyrat e përballjes me lëvizjet e rezistencës në rajon. Do të thotë, Izraeli është vendi i cili po luan rolin kyç të ndërtimit të lindjes së mesme të re. Izraeli, për të realizuar këtë platformë afatgjate amerikane globale, natyrisht se përballë i ka dy fuqit e fundit të cilat mund në një mënyrë apo tjetrën të prishin figurat e këtij shahu të ri që po krijohet në lindjen e mesme. Këto dy fuqi, këto dy faktor, këto dy pengesa janë Irani dhe Turqia. Gaboheni shumë nëse mendoni se Iranin e ka demolue apo shkatrue Izraeli apo Amerika. Gabim është ky konstatim. Irani është po ai i cili ka qenë para sulmeve. Tani me një format tjetër, me një strategji tjetër, bile kisha me thonë shumë ma i përgatitur të ballafaqohet me ndryshimet që eventualisht mund të jenë në dëm të tij, sesa që ka qenë përpara. Pse e them këtë? Sepse nuk e ka brenda teritorit të vet Mossadin.
Me qindra njerëz Irani i ka burgosur që nga dita e fillimit të sulmeve izraelite mbi caqe të ndjeshme iraniane. Janë zbuluar celulat të panumërta, njerëz me ndikim, biznismen të huaj, iranian, njerëz të fesë, njerëz të shtresave të ndryshme shoqërore, të cilët e kishin shitur shpirtin e tyre dhe po i shërbenin interesave izraelite në Iran. Irani ishte shndruar në një pelg ku Izraeli po vepronte nëpërmes Mossadit dhe shërbimeve të tjera inteligjente, sikur të ishte në bashkë të babës së vet. Në Iran, se prej nga kanë ardhur ato grupe inteligjenca, ato rrjete shpionazhe, ende saksisht nuk dihet, por nuk është largmend që aty të jenë futur nga vendet e Gjirit Persik, nga Azerbejxhani, shtet me të cilën Izraeli ka lidhje të forta. Unë e kam shpjeguar në një nga videot e mia në detajet më precize se përse Izraeli është i përqendruar aq shumë në Azerbejxhan. Atë botë, në atë video, pa të thanë se një ndër shkaqet kryesore, përveç përfitimeve ekonomike dhe strategjike, është që Mossadi, Izraeli t'i rrinë mbi kokë në veri Iranit për ta monitoruar Iranin, për ta shpionuar Iranin dhe për të vendosur celulat e veta Mossadi brenda Iranit nëpërmes Azerbejxhanit. Sepse në Iran, sot, në këtë Iranin që e njohim sot, jetojnë hiç më pak se 20 milion iranian me përjardhje azer, turko-azer. Bile, Pezeshkiani, presidenti i tanishëm i Iranit, është me përjardhje turke azere dhe e njeh turqishtën, mos të them ma mirë se unë, e gati sa një turk i Turqisë. Pra, ky Iran me këtë pozitë strategjike është njëri prej dy shteteve që mund t'i prish programet për lindjen e mesme të re. Dhe ballafaqimi me njërin prej këtyre dy problemeve ka qenë i pa tjetërsueshëm. A ju kujtohet miq, kërkoj ndjes që ndonjëherë po thirrem në ndonjë video të kaluar, por vetëm sa për ta shprehur kronologjinë e videove të mia, se unë nuk i bëj ad hoc, megjithëse ato videot, ngjarjet lindin pa dëshiren time dhe unë pastaj i analizoj ato, mirë po, megjithatë, gjithmonë jam munduar që ta tërheqi një vijë kronologjike, një ndërlidhje midis një videoje dhe video tjetër për ta kuptuar rëndësinë, arsyen, shkakun dhe pasojën e një ngjarje me ngjarje tjetër paraprake. Para do kohe e pa ta shpjeguar në detajet e nevojshme atë që Irani në të ardhmen mund të bëj në lindjen e mesme. Në atë video kam përmendur se ka qenë projekt që nga viti 2001 kjo që ka ndodhi tani në Iran. Sepse në fakt që nga viti 2001 fillon ideja e lindjes së mesme të re. Condoleezza Rice është sekretare e jashtme amerikane, më shumë se njëherë e pati përmendur atë botë, a unë jetoja në Dubai në atë kohë, nevojën për lindje të mesme të re, nga koha e George Bushit pra. Dhe ajo ide sa shkon dhe forcohej deri tani me goditjen e llahtashme që ju bë Iranit dhe Irani Izraelit si kundërpërgjigje ndaj ndryshimeve që po kërkohen në lindjen e mesme,
për të krijuar ajo e reja. Turqia çfarë është? Turqia është njëjtë sikur Irani. Turqia është njëjtë sikur të gjitha fuqitë tjera globale, të cilat fuqi kërkojnë dhe pretendojnë të drejtën e tyre për të interferuar në lindjen e mesme. Thjesht për të mjel lindja e mesme. Megjithëse ka dallime për shkak të fesë, për shkak të kulturës, për shkak të rolit të Turqisë konstruktiv të perandorisë osmane përgjatë historisë së saj, megjithëse ka dallime, shikuar nga perspektiva e analizimit të marrëdhënieve dhe raporteve ndërkombëtare, Turqia konsiderohet si një fuqi tjetër globale që dëshiron të marrë hisën e saj në lindjen e mesme. Pse tërheqa atë vi dallueshmërie mes Turqisë dhe vendeve të tjera kur thash se megjithatë Turqia për shkak të fesë së saj, dy rajone janë në botë, në të cilat përgjatë gjithë historisë së tyre kanë përjetuar qetësinë më të madhe të mundshme, pikërisht gjatë kohës kur kanë qenë nën administrimin e perandorisë osmane. Ballkani dhe lindja e mesme. Vetëm përgjatë kohës së perandorisë osmane, Ballkani ka qenë i qetë. Deri në kohën kur fuqitë serbo-slave, ortodokse, natyrisht të ndihmuar edhe nga fuqi tjera, fillojnë luftën e tyre për rënimin, rrëzimin dhe dëbimin e perandorisë osmane nga Ballkani. Në këtë kohë fillojnë pastaj luftat e përgjakshme, të cilat më së shumti i dëmtojnë shqiptarët. Me miliona shqiptarë vriten ose dëbohen nga trojet e tyre. Përndryshe përgjatë kësaj kohe, deri në këtë kohë, e prej momentit kur vije perandoria osmane në Ballkan, Ballkani i përjeton ditët më të mira në kuptimin e qetësisë ose në kuptimin e një barazie e një marrëveshje midis kombeve, popujve dhe etnive që kanë jetuar dhe jetojnë sot në Ballkan. Regioni i dytë, në të cilën nuk ka lufta, nuk ka gjakderdhje, sikur më parë e më pastaj, është lindja e mesme gjatë administrimit të perandorisë osmane. Kjo Turqi sot e ka të njëjtën filozofi, sikur të perandorisë osmane të dikurshme. Megjithëse e konsideroj nga perspektiva geostrategjike dhe e lojrave globale një fuqi sikur të gjitha që interesohet me përfitue nga pozita gjeografike fillimisht dhe nga pasuritë e mëdha nëntoksore, ajo do ta shihni se çfarë do të thotë Irani për Turqinë, do të çuditeni kur do të them se me fakte, se Turqia, fati i Turqisë, fati i ekonomisë dhe industrisë e Turqisë është në pëllëmbën e Iranit dhe iranianëve. Pa Iranin dhe pa burimet energjetike të Iranit, kjo Turqi që është sot as që do të mund të imagjinohej. Ndoshta e pabesueshme kur dëgjohet, por është mas e vërtet. Po e them vetëm një segment para se të hyj pastaj dhe ta shpjegoj. A mund të besoni miq se 98% e gazit që përdoret në industri dhe në prodhimin e energjisë elektrike në Turqi, 98% e gazit, bile ka dhe 99% që thuhet vjen nga jashtë. 98% e gazit. Tjetër është ato deklaratat para zgjedhjeve që i bën Erdoani, realiteti është ky që po them. 98% e gazit Turqia e blen nga jashtë. Që ky 98% 10 miliard metra kub gaz vjen nga Irani. Nga cila pjesë e Iranit? Nga pjesa lindore e Iranit, ku janë burimet kryesore të gazit natyror të Iranit. Dhe nuk është e rastishme pra që Izraeli më së shumti në Iran ka bombarduar pjesën lindore. Dhe Turqia ishte në flak, po përgatitej të futej në luftë
për të mbrojt Iranin. Fati i Turqisë, fati i ekonomisë dhe industrisë turke varet nga pjesa lindore e Iranit, sepse prej atje 10 miliard metra kub gaz natyror i vin Turqisë. Kjo ka qenë arsyeja kur thoja unë se aeroplanet turq janë duke fluturuar për rreth kufirit të Iranit dhe presin dritën jeshile të shtypet butoni i kuq i përgjakshëm që të fillojnë bombardimet turke mbi caqe izraelite, qoftë në Golan, qoftë diçka edhe më të rrezikshme se kjo. Për shkak se ishte jetë avdekje për Turqinë. Dhe jetë avdekje për Turqinë është pikërisht Siria, të cilën Izraeli edhe deri në këto momente të cilat po flasim e bombardon dhe e shkatron sipas dëshirës dhe interesave të saj. Pra, roli i Turqisë në këto konstelacione për t'i ndajtur mballë apo për ta shtyer përpara procesin e lindjes së mesme të re, realizimin e këtij projekti varet, qëndrimi i saj varet prej interesave që do t'i ka aty. Dhe siç ka qenë ndoshta gjithmonë përgjatë historisë, të respektuar, edhe sot, bile sot shumë më shumë, fuqia e një shteti varet kryesisht nga pozicioni i saj jashtë kufive të vet. Sa më i fuqishëm që është jashtë, sa më interferues që është jashtë, sa më ndikues që është jashtë, sa më shkatërrues e rregullues që është jashtë kufive të vet, brenda është më e fortë. Dhe anasjelltas, për të qenë i fuqishëm jashtë, për të ndikuar jashtë, për të diktuar politika e tua në rrjedha geopolitike dhe geostrategjike globale të botës, ti brenda duhet të jesh i fortë. Ka një korrelacion midis fuqisë së brendshme dhe fuqisë së jashtme. Dhe shtetet funksionojnë sipas ligjit të eminacionit. Kanunul fejd në gjuhën arabe, eminacioni, ligji i eminacionit në filozofi është gota fillon të rrjedh, të mbushet, të perfeksionohet, të fuqizohet, të krijohet, të reflektoj, dal nga dal duke u mbush. Kur mbushet nga brenda gota, fillon të rrjedh jashtë. Pra, sipas këtij ligji veprojnë dhe funksionojnë edhe shtetet në politikat e tyre të jashtme. Sa më shumë që gota shtetnore mbushet brenda, aq më shumë rrjedh jashtë. Kur pi shpjegojmë këto gjëra, aq shumë sa ne ka që ndërlidhen me vete, sa ka njëre po thëmë, po, për me po zgjatën temat për mi 30 minuta videot, po për me kuptue në esencë. Krejta të shka dëshiroj këtu është ta shpjegoj një temë në atë mënyrë që të kuptohet nga ana juaj. Jo që unë të shes men këtu, të tregoj se po i di këto sene, apo të mbushi minutazhet, jo vallahi. Atë që e shpjegoj, dëshiroj që të jetë e sa më e kuptueshme, që të shoshitet, shoklohet në mënyrë që kokra të nxjerrën elemente dhe të fitohet një mozaik më i plotësuar për një çështje të cilën e ndaj këtu me ju. Andaj ndjehem, më lejoni të them, ndjehem krenar dhe falenderus ndaj Allahut të madhreshëm dhe falenderus me insistim ndaj abejes tim, i cili më ka nejt gati vazhdimisht të përqendrohem në tema që janë të rëndësishme dhe janë interesante të mësohen dhe dëgjohen edhe nga shqiptarët. Dhe një ndër temat të cilat më ka nejt gati, përveç islamistikës, ta shpjegoj islamin nga një perspektiv, mos thon tjetër prej hoxhallarëve, Zoti më thasht, po nga një perspektiv që unë i lexoj mes rreshtat e teksteve fetare dhe zhvillimin historik të islamit, shkaqet
e ardhjes së islamit pikërisht në atë kohë, që janë natyrisht vullneti i Zotit dhe lëvizje gjeostrategjike të kohës kur vije pejgamberi. Nuk është e rastësishme që pejgamberi vije pikërisht në atë kohë kur ka ardhur, sepse ishte një kohë turbulencash më të mëdha në historinë e gadishullit arabik. Luftat 19 vjeçare që konsiderohen më të përgjakshmet në historinë e njerëzimit midis perandorisë bizantine që fillonte nga kufijt perëndimor të gadishullit arabik dhe mbërrinin deri në Evropë dhe nga kufijt lindor të gadishullit arabik e që shkonin deri në Kinë ishte perandoria sasanide, iraniane, persiane. Në këtë kohë kur këto dy fuqi po liftonin, së bashku edhe me e kyçur në këto rrjedha historike, gjeostrategjike edhe perandoria e Habeshit apo e Etiopisë së tanishme, në këtë kohë vije Islami. Pra, abeja im, porosit e tia ishin që ta kuptoj Islamin në vijen apo në hijen e zhvillimit historik të tij. Çfarë i ka sjell Islami njerëzimit? Shpesh e kam bërë pyetjen edhe në për xhamiat e diasporës. Ti o xhamat që po më dëgjon. Çfarë ndjen, çfarë vlere e shtuar në ty është Islami dhe çfarë të bën të dallueshëm? Ku është dallimi yt si musliman me një jo musliman? Çfarë të ka dhënë në përditshmërinë tënde Islami? Pse të jesh musliman? Pse të vish në këtë ditë xhumaje ta falësh xhumajen? Pse mos jesh në vendin e punës? Çka po të shton Islami? Pra, kuptimin apo fillimisht shpjegimin e Islamit nga rrafshi social, nga rrafshi i përditshmërisë. Sepse, e dini, Islami i vije njerëzimit, i vije njeriut, me gjuhën e njeriut, me natyren e njeriut, i përdor terminologjit e kësaj natyre ku jeton njeriu, mbas edhe ahiretin Islami e përshkruan me terme të kësaj bote, për ta kuptuar sepse Islami vije për krijimin e mbretërisë së tokës para se ne të shpresojmë në posedimin dhe fitimin e mbretërisë qiellore. Pra, ato porosi më kanë ngel pastaj në kokën time që ta kuptoj tërësien e asaj që njihet si Islam dhe rolin e Islamit në shoqëri nëpër të cilat Islami ka depërtuar deri në palc. Po kthena në temë. Për të realizuar miq, pra, projekti i lindjes së mesme të re dohet 4 pika të realizohen patjetër. E para, vullneti dhe fuqia e Amerikës dhe Izraelit për ta bërë këtë, a është vërtet dëshirë e tyre, interes i tyre për ta ndryshuar lindjen e mesme, apo nuk është? Nëse nuk është, kjo gjendje turbulence, lufte e vazhdueshme, shkatërrime, a është interesi i Amerikës dhe Izraelit apo nuk është? Apo do të jetë një lindje e mesme në të cilën Izraeli, sipas marrëveshjes së Abrahamit, do të jetë bosi, baba i lindjes së mesme. Dikujt i erdhi rënd kur shkrova unë një status dhe thash se 400 milion arab nuk bojnë sa 10 milion iranian në raport me rezistencë ndaj Izraelit. Dhe e përsëris, jo 400, po 800 milion arab nuk bojnë sa 10 milion iranian në raport me prishjen e figurave të shahut që Izraeli dhe Shabaja dëshiron të bëjnë në lindjen e mesme. Mashtrime janë, dhe ma nuk e parasiti, mashtrime ndaj juve këto, njerëz të cilët nuk i kuptojnë geopolitikat e botës, njerëz të cilët asnjë libër se kanë lexuar në rreth lindjes së mesme, dalin në përqyrse, në rrjete sociale me njerëz shpjegojnë vaze se Irani qenë ka shi dhe qenë ka armiku më i madh i arabëve, shumë më i madh se Izraeli apo ai tjetri, apo ai tjetri, apo ai tjetri. Të gjitha këto tregojnë një ignorancë të thellë, apo një
një mendësi e qëllimshme për ta orientuar dhe për ta shpjeguar gabushëm për qëllime të caktuara rolin e Iranit dhe politikën në përgjithësi, historinë, gjeostrategjinë e lindjes së mesme në vija të trasha. Pra, për të realizuar lindja e mesme e re, do të me qenë vullneti i Amerikës dhe Izraelit. E dyta, dohet me egzistue, me qenë në dispozicion, sisteme efektive politike që mbështesin realizimin e ides për lindjen e mesme. Ky kusht, thuaj se është realizuar, shikuar në shtetet arabe. Asnjë nga shtetet arabe ma nuk e ka fuqin ti e rezistoj Izraelit. E para, vullneti i Amerikës, dëshira, interesi. E dyta, fuqi brenda lindjes e mesme të cilët e bojnë aminin. Allahumme amin. U krye shoku Izrael, shoku Tel Aviv. Me ty jemi, ne nuk i rezistojmë ndryshimeve të cilat ti po do me i realizue. Tre, që është shumë e rëndësishme, për më realizue ideja dohet, e treta është eliminimi i lëvizjeve rezistente në rajon, së bashku me mbështetësit e tyre. Kush janë lëvizjet rezistente? Hamasi, ka qenë Vllazëria Muslimane, ka qenë Hizbullahu, kanë qenë Huthit, kanë qenë Hashdishabi dhe disa të tjera mbase mund të themi edhe regjimi i Asadit. Lëvizje rezistente kundër qasaj ideje, qati ndryshimit të madh të që po e kërkon dhe po e dëshiron Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pa të mbetur vetëm Irani. E kemi thënë, kanë filluar të coptohen, të thehen gjymtyrët në vendet arabe, filluar nga Gaza. Imagjina, tek ne ka njerëz të cilët e shpjegojnë Gazën me terminologjia Hamasi jo 7 tetori jo 2023 jo prallat të tjera. Ato janë ditë të cilat domosdoshmë duhet të jenë pjesë e proceseve historike. Realiteti është ai i cili e kam thënë në intervistën time të parë në Top Channel. Si son e di dhe e kam përsëritur më shumë se një herë. Nuk është puna Hamasi aty, nuk është punë jo shpërthimi jo shkaqe janë që e nisin. Për ato shkaqe do të krijoheshin edhe ndryshe. Është projekt shumë më i madh. Është projekt përveç kanalit Ben Gurion, 52 miliard që është krye plani i fizibilitetit dhe do të nisë për ta qitë prej loje Egjiptin, apo për ta zvesë apo rolin e Egjiptit, rolin e kanalit Suezit, dhe e dyta është pastrimi i Gazës, i fuqishë e rezistente për realizimin e asaj lindje të mesme të madhe. Të re, më falni, jo të madhe. Dhe e katërta është mungesa e vetëdijes popullore arabe dhe islame, si dhe mbështetja e njerëzve të cilët në një mënyrë apo tjetrën ose interverohen direkt apo e mbështetin indirekt me buxhet dhe me forma të tjera lindjen e mesme të re që po vije me iniciativa dhe përpjekje të Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, mungesa e vetëdijes popullore. Shikuar në tërësi, iranianët dhe arabët nuk dallojnë nga që kjo perspektive kësaj pike të katërt. Vetëdia popullore ende ekziston se lindja e mesme duhet të mbetet pjesë e menaxhimit të vetë popujve që jetojnë aty. Se nuk duhet të eksploatohet, nuk duhet të shkatërrohet, nuk duhet të përdoret kështu, por duhet të jetë një bashkë, një bereqet, një xhennet, fillimisht për popujt e atjeshëm. E pastaj, në kooperim edhe me kombe tjera të ndahen të mirat dhe interesat e përbashkëta. Ekziston vetëdia popullore arabe, persiane, iraniane, muslimane, se lindja e mesme do t'i takoj popujve të atyshëm, dhe popujt e atyshëm në mënyrë të barabartë do t'i shfrytëzojnë të mirat e tyre, megjithatë
kjo vetëdije popullore nuk po mjaftua ka. A i një të e pa, muj me thënë 95, s'po guzoj me thënë 99%, 95% e botës është pro palestinezve. Kejt janë kunder ndaljes së luftës. Izraeli e ka humb imazhin përjetësisht të cilin e ka pas, të cilin e ka krijuar me mund, me qindra miliarda, me triliona dollar ka derdh Amerika, bota perëndimore e Izraeli para për krijimin e imazhit të një Izraeli të popullit hebrej të persekutuar dhe popull viktim e historisë, viktim e Gjermanisë, viktim e Evropës, viktim e Arabëve, viktim e Spanjës, viktim e atjete. Pra, këtë këto hargjimet në përmes Hollywoodit, në përmes kompanive, në përmes lajmeve, në përmes frigës, kërsnimeve, vrasjeve, në përmes shërbimeve inteligjente, është punuar ma shumë se 60 vjetë. Netanyahu e rënoi këtë ide dhe e qiti atje ku ndoshta edhe para kohës së Herzogit, para kohës së lëvizjeve cioniste në Evropë, para kongresit të cionizmit në Zvicër që është mbajt. Para kësaj ndoshta e ka shkatruar këtë imazh. Pra, kush është ky Iran? Tani, kush është ky Iran? Ka shumë sene, thash pak përpara, shumë sene që dohet me u shpjegu për me u ndërlidh, për me u kuptu ma mirë, por minutazha kaq po lejon. Shiqoni kush është Irani, miq. Kur themu në botë, lindja e mesme është kërthiza e botës, dhe në kërthizën e botës ekziston një të zi të synit, një kërthizë e kërthizës e kam pas dhe e kam gjithmonë synim pikërisht Iranin. Përse? Kush është Irani për lindjen e mesme? Pse më vije keq, më vije më dhimbsen shqiptarët kur Irani u përshkruhet atyre vend Shii, Rafidi, Sen, Bakraqet të tjera, hurmet e Iranit, imagjino. Përmenen shpjegohen në për xhamia, në për iftare tona, a janë hurmet të Iranit, a nuk janë hurmet të Iranit. Tash po ju tregoj se çka është Irani për lindjen e mesme dhe për botën. Dëgjoni, Irani në fakt, gjeografia e Iranit është një parlant, apo një diamant geopolitik i atij rajoni. Është diamanti geopolitik i lindjes së mesme. Nuk ka ndonjë vend në lindje të mesme në të cilën zhvillohen ngjarje dhe nga aty që ndikojnë jashtë kufive të vet sa është Irani. Andaj kjo që po ndodh sot, si që kam shpjeguar edhe më parë në këto videot përderisa po flas për Iranin, nuk ka të bëj vetëm me ngjarjet e tanishme, miq të dashur. Irani përgjatë gjithë historisë njerëzore ka qenë gjeografia për të cilën kanë konkuruar perandoritë e mëdha. Kanë konkuruar shtetet të cilat kanë pretenduar për ta mbajtur dorën botën në dorë. Nuk po ndalem tek civilizimet e kaluara. Prej luftës së parë botnore dhe luftës së dytë botnore. Historianët e din, Irani ka luajtur një rol permanent dhe shumë të rëndësishëm, mos them vendimtar, në zhvillimet e luftës së parë dhe luftës së dytë botërore. Rusia, Britania dhe Franca luftojnë për Iranin dhe bien në ujdi për ndarjen e Iranit para dhe pas luftës së dytë botnore. Irani përdoret shumë fuqishëm për shkatërimin e perandorisë osmane. Irani pas luftës së parë botnore luan një rol vendimtar në dinamikat dhe ndarjen e lindjes së mesme. Familja e Pahlavidve është një ndër familjet në të njëjtin nivel si El Saudët e Arabisë Saudite, të cilët sipas interesave të tyre dhe sipas interesave të atyre që i mbajnë në dorë këto dy familje përcaktojnë dinamikat dhe interesat e botës islame. Nuk kemi të bëjmë ndoshta e të prova, nuk kemi të bëjmë këto me sunizëm, me shiizëm, me bakraqe të tjera.
Ato janë terme që do të shpjegohen në fushat të islamistikës. Ato terme nuk guxon të përdoren, apo më mirë të them, shpjegimi i Arabisë Saudite, i familjes El Saud, i Pahlavitëve e Iranit, i këtyre dinamikave nuk guxon të shpjegohet me terminologji fetare. Del karikatur, edhe terminologjia, edhe objektet që shpjegohet. Duhen të lirohen këto problematika, këto tema nga terminologjia, nga ngarkesa dhe shtypja e terminologjisë fetare. Dhe për të realizuar këtë, kolegët e mi, hoxhallarët, njerëzit të cilët miren me lindjen e mesme, duhet t'i lexojnë rrjedha gjeopolitike dhe gjeostrategjike të lindjes e mesme, sepse Medina, për te i të qenurit, një vend ku është xhamia e pejgamberit, ku është universiteti i Medinës, apo Meka, ku është vendi i Qabës, ku bëhet tavafi, këtë dy qytete do të shpjegohen si dy gurra, si dy pelgje, si dy epicendra rreth së cilave sillet e gjithë globi. Sepse globi sot sillet rreth islamit, rreth muslimanëve, rreth gjeografisë islame. Andaj Meka dhe Medina nuk do të shpjegohen veç kale Allah, kale Resulullah. Ka thënë pejgamberi dhe ka thënë Allah, jo veç me këtë, por do të shpjegohen edhe me terminologjisë e përditshmërive tona, e për të shpjeguar, fillimisht do të lexuar dhe kuptuar dinamikat. Siç do të kuptuar mirë dinamikat e kohës kur vije pejgamberi alayhi salatu wasalam. Betohem se mbetet i mangët kuptimi dhe më i mangët shpjegimi i islamit, i gjeneratës së parë të islamit, për të cilët Allahu thot kuntum khayra ummetin ukhrijat linnas. Jeni gjenerata më e madhe, më e madhërishme në historinë e njerëzimit. Nuk ka të bëjë pse janë kon shok të pejgamberit, por sepse ja kanë dalë edhe në kohën kur bëheshin luftat më gjakatare, besimtarët, muslimanët, vendim të vendosën me mësimet e Kur'anit dhe të liderit të tyre pejgamberit, i mundin edhe Bizantinët, i mundin edhe Sasanidët, i mundin edhe Habeshitët. Ja dalin pra, për ta kuptuar thellësinë e islamit, për ta kuptuar rëndësinë e lindjes së mesme dhe të muslimanëve në të, me ato 4 pikat që sapo i përmenda, duhet kuptuar islamin edhe nga perspektiva e lindjes, shtrirjes dhe përhapjes në kuptim gjeopolitik dhe gjeostrategjik. Sido që tjetë, Irani edhe pas luftës së dytë botërore, edhe gjatë luftës së dytë botërore ka qenë shumë vendimmarrës, shumë i rëndësishëm. E dini, Irani e mbështet qeverinë naziste të Hitlerit gjatë luftës së parë botërore, ka qenë alat i Hitlerit. Dhe për të mos lejuar nafta dhe burimet energjetike të tjera të shkojnë në dorën e Hitlerit, Rusia dhe Anglia së bashku e pushtojnë Iranin. Dhe bëhen luftat gjakatare në të cilën vdesin 3 milion njerëz për pushtimin e Iranit dhe për ndaljen e të mirave materiale që të mos i shkojnë Hitlerit. Më pastaj, marrëveshja e Teheranit dhe roli i tij në dinamika të ndryshme vazhdon të përcaktojnë ndikimin dhe fuqinë ndikuese të Iranit në lindjen e mesme. Në vitin 1960, kur Irani po afrohej përse tepërmi me Izraelin, Khomeini, një lider shpirtëror i besimtarve musliman shiit në Iran, i organizon demonstratat më të mëdha në historinë e Iranit. Përpasoj, pas 4 viteve, në vitin 1964, kur e shes se fuqia e Khomeinit po e pengon strategjinë e familjes Pahlavite në raport me Izraelin, natyrisht edhe i nxitur e i ndihmuar ndoshta edhe për Izraelit, i këshilluar për Izraelit, Irani shahi vendos dëbimin në egzot të Ayatollah Khomeinit dhe njerëzve të tij të cilët kërkonin shariatin në Iran. Në vitin 1964 Khomeini dëbohet. Ku shkon? Shkon në Turqi, vendoset disa muaj në Ankara. Pastaj ku shkon? Pastaj shkon në Bursa
dhe vendoset në, më falni e kam emnin këtu të shkruar, vendoset në bursa në shtëpin e Alit Çetener, një kolonel i shërbimit sekret të Turqisë, të mitit, dhe aty qëndron për aq kohë sa ka qëndruar. Nga aty pastaj dërgohet në Irak dhe prej Irakit në Paris dhe në vitin 1979 vije pastaj në Iran dhe e bën revolucionin islamik dhe e rrezon shahin. Dëgjoni tash miq, ku po du me dal. Roli i Iranit, a? Këto shka do të dëgjoni tash, unë mendoj se nuk janë të rastësishme, por kanë lidhje gjenetike të gjitha ngjarjet që ndodhin me Iranin, me Homeinin, me shahin. Është temë në vete për të studiuar se pse në 64-ën dërgohet në Turqi Homeini, pse bashkë në Turqi pastaj, pse në Ankara dhe pse vije në bursa, dhe pse vendoset në shtëpin e Alit Çetenerit, një kolonel i miti që e dinte si kur bilbil persishten. Ky njeri dhe miti e ndihmon më pastaj e dërgon në Irak dhe pe Irakit atje. Pse ky zhvillim, pse ky rrugtim, është temë që duhet të studiohet dhe mund të njohin më mirë ata që mirën me shërbimet e inteligjencave. Unë muj të bëj vetëm diskriptimin e tyre dhe shtrimin e pyetjeve për të ngrit në nivel të duhur interesimin dhe rëndësin e këtij rrugtimi të Homeinit. Në vitin 1979 bëhet revolucioni. Shiqon ngjarje të cilat i imponon Irani në rajon dhe në botën, në dinamikat e marrëdhënieve ndërkombëtare. 2 vjet masi bëhet revolucioni islamik në Iran, ndodhin ngjarjet më të rëndësishme në 100 vjetët e fundit. E para, më njëherë Bashkimi Sovjetik e pushton Afganistanin. E dini jo, në vitin 1974 Turqia e merr Kiprin. Fillojnë prishjet e marrëdhënieve të Turqisë me Perëndimin deri në vitin 1978 sa shkëputën të gjitha lidhjet e tyre. Në vitin 1979 vje Homeini këtu. Qaj Ali Çeteneri i mitit, ai do të ketë pasë raporte të vazhdueshme miti turk me Homeinin, derisa ka ardhen në Iran. Duhet të ketë pasë, sepse mu po më lidhet se pushtimi ose çlirimi, ose si është ajo terminologjia, invadimi i veriut të Kipros nga Turqia në vitin 1974, pason hidhërimin deri në prishjet e të gjitha marrëdhënieve me Perëndimin. Përrjedhoi vije Homeini në Iran, përrjedhoi në 79-ën pushtohet Afganistani, se cilin e kundërshtonte Turqia për 30 vite përpara. Dhe kur prishet me Perëndimin, mund t'i ketë thënë Ankaraja zyrtare, tani i Rusijës bojrë vlla, na për tokat e mia, na për Azerbajxhan, na për Turkmenistan e Tajikistan, këto vllaznit e mi që janë fotot në Iran edhe t'javë prishëm të tjerve hesapet. Mund të ketë ndodhur diçka e tillë. Pastaj, mrena 2 viteve ndodh ky grushteti më i përgjakshëm në historinë e Turqisë, që e bën generali me përjarë shqiptare Kenan Evren. Që pasojat e arjes së Homeinit, e zhvillimeve kaq të mëdha brenda Iranit për ta kuptuar ju miq rolin e Iranit edhe sot. Këtë dua ta shpjegoj në këtë video. Çka ndodhi pas grushtetit të Kenan Evrenit në Turqi? Çka ndodhi? Shkaku, pasoja, knej, atentati mbi papën, Mehmet Ali Agja. Me njere 4 muaj më pas. Çka ndodhi më pastaj? Ndodhi atentati mbi Ronald Reaganin. Çka ndodhi më pastaj? Vrasja e Anwar al-Sadatit, presidentit të Egjiptit. Çka ndodhi më pastaj? Në përmes CIA-s, Mossadit dhe fuqive të tjera perëndimore të mbështetura edhe nga vendet e pasura arabe me naftë,
Fillon lufta irako-iraniane. Ardhja e Khomeinit. Lufta irako-iraniane i ndryshon të gjitha konstelacionet globale që ishin vendosur deri në atë kohë prej luftës së parë, pas luftës së dytë botnore. Në vitin 1980 fillon ndryshimi epokal i globit të tokës. Lufta irako-iraniane. Për pasoj që ishte ardhja e Khomeinit. Çka ndodhi në këtë luftë? Mbi 2 milion njerëz u vranë dhe në fund as 1 centimetër nuk ja morën knej e akuzojnë Iranin këndeje, jo natane, jo nketane. O burra, arabët janë ata që e kanë sulmue. Saddam Husseini është ai që e ka sulmue. Pse se shia ka qenë Irani edhe përpara edhe në kohën e Shahut. Që ta shijen. Edhe në kohën e Khomeini, që ta shijen. E pse e sulmun kur erdhi Khomeini? Pse nuk e sulmojshi kur ishte që ta veç menon ajo? Pse nuk u sulmue Irani nga arabët në kohën e Shahut? Sepse Shahu ishte mik i Amerikës. Sepse Amerika nuk ishte në interesin e saj që të bëhet luftë midis arabëve dhe persianëve. Dhe atëherë nuk ishte në para vitit 1979. Pak është folën jo Shize, jo Hazreti Huseini, jo Muavija, jo këto pralla që kanë marrë dhenë tani janë pralla që burojnë nga fryma politike të interesave të jashtme që e dëshirojnë lindjen e mesme të përçam. Kështu, kjo duhet më kuptu si Zotin një, si një dhe një që bojnë dy. Dhe që ta arab pasaj sulmojnë Iranin, e shkatërrojnë ekonominë e tyre dhe të Iranit dhe me triliona e triliona dollar hargjohen në atë luftë, në fund qysh ka qenë kufiri përpara. Pastaj do vje koha e rrëzimit të Saddam Huseinit. Kur rrëzohet Saddam Huseini, Irani nuk e ka një fuqi rezistente arabe, sepse shkoi Saddami, fillon ndikimi i Iranit, i celulave të Iranit, i rrjeteve të Iranit, i grupit të rezistencës islamike iraniane në gjithë botën arabe, e sidomos në Gaza, Hizbullahu, Siria, Bahreini, Iraku, Jemeni dhe shiqa çka dënë të thëtë një ngjarje në Iran. Pas kësaj, me njëherë, 4 muaj pas kësaj vritet Indira Gandhi në Indi. Dhe dua të them se ajo ngjarjet domino efekt të Iranit në botë, kubza e para, si quhet ajo në domino, e luj domino, po s'peja di si quhet ajo katrore, ajo kubza. Lëvizja, rrëzimi i kubzës së parë në Iran, kubzat e tjera në lindjen e mesme 100%, por deri edhe të Ortega, deri të Aim Carlosi në Argentinë, deri të Pinochet në Kili atje, deri në Kim këndej, deri në Reagani në Amerikë, Indira Gandhi në Indije, në Japonie, në Rusie, Afganistan, roli i Iranit dhe pesha e Iranit. Për këtë arsye, nuk është lënë rastisht i fundit për të bombarduar në mesin atyre 7 shteteve të cilat përmenden në atë dokumentin top sekret të shtëpisë së bardhë që ja çon Pentagonit 1 muaj pas rrëzimit të kullave binjake. Shkojmë tutje. Miq, nga viti 1979 pasoj ato ngjarje, ta afrohemi tash të ngjarjet e tanishme. A thua, a ja merr mendja juve se vrasja e presidentit Reisi që u vra me helikopter dhe ministrit të jashtëm ishte rastësi? Ishte rastësi të vritet pikërisht në ditën kur hapet ajo penda gjigante midis Azerbejxhanit dhe Iranit dhe po krijohej një nyje lidhëse shumë e fortë midis dy vendeve islame shumë të rëndësishme, si për nga pozita gjeografike Azerbejxhan nalt edhe Iran. Dy vende të cilat si me skalper e dojnë botën në 2 pjesë, që s'ka kalim këndej pa Iranin dhe Azerbejxhanin. Rruga e Mëndafshit dhe kjo rruga brezi i tregtis që e ka nisën Kina, e India pastaj në për Iran e në Evropë, rruga e Mëndafshit prej Shangaj ka përcejnë për shtë 2 vende. A e rastishme ju duket vrasja e Reisit kur po kthehej nga përurimi asaj pende?
A e rastishme ju vije se nëse lufta në Ukrainë, ose më mirë të them kështu, nëse lufta në Afganistan me Rusin ndodhi në kohën e vlimeve të mëdha në Iran, a nuk kemi të drejtë të supozojmë se lufta e Rusisë në Ukrainë mund të ndërlidhet me ngjarjet e mëdha që kishin filluar në Iran dhe që do të vazhdojnë edhe më tutje, dhe të cilat jemi të i pa me sytë e tanishme. Tjetër, pushtimet e reja, vrasja e Anwar el-Sadatit që pason pas atyre ngjarjeve, a nuk mund të lidhet edhe me përpjekjen sikur të Reagani për pas vrasjes së reisit, përpjekja për vrasjen e Donald Trump, atentatin mbi Donald Trump? Pastaj, si mund të shikohet Mehmet Ali Agca, ai turkun nacionalist i cili bën atentat mbi papën në Rom, që ishte përgatitur shumë mirë nga shërbimi sekret i Bullgarisë e që dënë të thot i KGB-s. A nuk ndërlidhet tash kjo punë Irani, miti, jo konspiracione, po analizat të fakteve mbi tavolinë dhe përpjekja e Turqisë, apo frika e Turqisë, frika nga Turqia të mos kyçet në luftë. Tani po ja them një pyetje të cilën disa herë e kam parashtruar. Pse Amerika e ndali luftën me kaq shkurt në Iran dhe pse Izraeli nuk vazhdoi më tutje, megjithëse që Netanyahu me autoparlant i bëi ke popullit iranan thirrje se erdhi koha e lirimit tuaj, e demokracisë, e dëbimit të sistemit fashist të ajatollahëve. Pse nali këtë luftë? Problemi është e Turqia. Për shkak të Turqia, sepse ishte frika e kyçjes së Turqisë në këtë luftë dhe shkatërrimit total i rajonit e mos të them i botës. Për shkak kjo frikë e Turqisë, për shkak Turqia të futej në një luftë të këtij. Dëgjoni. 92% e naftës që përdoret në Turqi blihet nga jashtë. Me vlerën e bareles $80, Turqia pagun 62 deri në 65 miliard dollar veç për naftë që e blen nga jashtë. Kur filloi me hyp nafta me fillimin e lufteve, po të arrinte në $100, Turqies do t'i kushtonte $98 miliard nafta që i përdor për industrinë e vet. Po të shkonte si shpritej në $120 për barel, Turqia do të dëmtohej, do të shkonte blerja ose Turqies do t'i kushtonte midis 120 dhe $130 miliard, që do të thotë 100% goditje e ekonomisë turke. Prej 62 deri në 65, deri në 120 deri në $130 miliard do t'i kushtonte. Rreth 100%, një herë më shumë. Tjetra, Turqia blen veç për Iranit 10 miliard metra kub. E merr nga lindja e Iranit. Ato tri qytetet që thash i kam vizituar në një video dhe kam pas se bëhet ato llokumet, e bëhen ato senet me erza e me lejthia, është i njohur në kufi me Afganistanin, Pakistanin dhe Iranin, atë trekançin që e godit të përdit e goditnin aeroplanet izraelit, Turqia u çun ka. Sepse meq 98 deri 99% të gazit që e blen Turqia nga jashtë, që e përdor mrena e blen nga jashtë, dhe ato nga Irani, dhe ato nga çajo pjesë e Iranit. Kur filloi goditja e atyre qendrave, rafinerive, si me thonën, aeroplanet e Turqisë u ngritën në qiell dhe zhvillohet një bisedë. Tash,
mos thom sekrete e pa sekrete, unë s'jum kon aty, midis zyrtarëve të mitit dhe më të lartë të Turqisë me Donald Trump. Asgjë nuk ka kush e ndal ma Turqinë deri në shkatërrim total nëse nuk ndalet bombardimi i atyre vendeve, sepse është jetike për jetën e turqve dhe të Republikës së Turqisë. Pse o miq? Shiqeni, ata që e përcjellin politikën turke e sene. Në janar të vitit 2022, para 3 vjete, një dimër i madh në Stamboll dhe në Turqi. Në tetor, nëndor, dhjetor të 2021, 3 muaj para janarit, pra, Turqia ja nisi vizi një afrim marrëmendës me Izraelin. Afrim shumë i madh, shkëmbim parashe, shkëmbim tregtishe, sene, kneje, u bo dishka, po afrohen. Irani shka boni, vish shkojat muslukin, atë qeshmen e në gazit, janë nali Turkijes. Ndimën dhe për 10 dit e ngrini Turkijen. Të gjitha fabrika që prodhojnë industri, maqina, kere në Koxhaeli, në Bursa, në Stamboll, në Izmir, fabrika që 60% e ekonomisë e Turqisë varet nga që kjo pjesë të Marmara që aty. Koxhaeli, Izmir, Jallova, Bursa, Kütahya nal që kjo pjesë është ka eman ekonominë Stambolli, ingrini. 5 dit për herë të parë në historinë e Turqisë punëtorëve ju jepet pushim, sepse 5 dit nuk ka pas rrymë në për fabrika. U bloku ekonomia e Turqisë, për një veprim kaq të vogël, cik të Iranit. Pra, ekonomia, mos thëm jeta, sot për sot, ekonomia dhe industria e Turqisë është në pëllëmbën dhe në duart e Iranit. Për këtë arsye, Irani është ka që rëndësishëm për Turqinë dhe për këtë arsye, Donald Trump dhe Izraeli Netanyahu u detyruan të ndalin luftën për të parandaluar kyçjen e Turqisë në luftë. Zate Turqia ka treguar interesimin e saj, kërcënimet e saj, senet e saja edhe në Siri, dhe një përgjigje përfundimtare ndaj disa komenteve të cilat më bëhen në lidhje me atë se dje livdove Turkin, sos pe livdon Turkin. O vllazni, unë s'livdoj kanë kur shpjegoj gjana. Une i spjegoj sene që shndodhin. Une nuk shkruj poezi dashurie elegji për shtetet teksa i shpjegoj marrëdhëniet ndërkombëtare, politikat globale. Kur të vet një muë, a e do Turkin, thëm po vallahi, edhe billahi e du me zemër. A e do lindjen e mesme, po mëre, qysh nuk e du lindjen e mesme Saudine, venin e Mekës, venin e Qabës, Medinën, e Iranin, e Teheranin, e Asfahanin, e njerëz të cilët kanë dhënë më së shumti dietare Kairon ku kam studiue, Sirin ku jam shetitur 22 vjet, nga 27 tërsi i kam kaluar në atë pjesë të botës. Sa gjysma e jetës sime jam i mishnum une me kulturën, me traditën, me njohjen, me inteligjencën, me intelektualizmën e lindjes së mesme dhe krenohem me atë. Mirë po, kjo nuk dënë të thëtë se unë dohet të foli për Turqinë qysh ki qeth me niti, apo qysh ma ka anda këto. Sepse, po të isha ashtu, nuk do të cilësohesha kaqlet si njeri i cili me gjithate, për dalim nga shumë të tjerë, mundohet Mustafa Bajrami ta mbaj një vijë objektive të shpjegimit të ngjarjeve dhe kështu mundohem të jem. Tek e fundit, sa për hatër të juj, po, për hatër të objektivitetit, po, por është edhe parim islam, i cili islami më porosit, kulil haqqa walau kana murran, thuajet të vërtetën edhe nëse është e idhët në gjuhën dhe në shpirtin tonë. Deri në videon e radhës, mirupafshim.